Një biznesmen u ekzekutua marrëzjarri mbrëmjen e së dielës rreth orës 20:35 në lagjën e Min Matraxhiun Elbasan. Edmond Hyk alias Monti Mohalla, 43 vjeç, u vra me 2 plumba në kokë brenda makinës së tij tip Range Rover, në karburantin Xhaxhi Oil, në pronësitë të tij në daljet e Elbasanit. Mësohet se viktima është qelluar sapo ka dalë nga zyra e biznesit të tij dhe ka hyrë në makinë. Gjithashtu, biznesmeni i ekzekutuar ishte edhe pronari i një shërbimi taksi në qytetin e Elbasanit, i quajtur El Taksi. Dëshmitë paraprake bëjnë me dije se është qelluar të paktën 3 herë nga ana e pasagjerit, edhe pse 43 vjeçari u dërgua me urgjencë në spital, nuk mundi t'i mbijetojë plagëve të marra. Sa kaq shërbimet e policisë menjëherë pas ngjarjes ngritën pika kontrolli në daljet të qytetit dhe nisën punën për kapjen e autorit, ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Nga këshyrja e kamerave të sigurisë mësohet se mjeti ku lëviznin autorët ishte një Audi ngjyrë zezë dhe dyshohet se është larguar nga vendi i ngjarjes nëpërmjet aksit rrugor Elbasan Librazh. Ndërkohë, makina e djegur është gjendur këtë të hënë në fshatin Mirak, në afërsi të aksit Elbasan Librazh. Mësohet se Monti Mohalla, siç njihej në Elbasan, ishte në gjyq për armëmbajtje pa leje, posedim të stendeve të jashtëligjshme dhe shpërndarje narkotikesh. Deri tani të paktën 22 persona janë shoqëruar dhe po merren në pyetje për të hedhur dritë mbi rrethanat e krimit.